Nxënësit e klasave të nënta kanë zhvilluar sot provimin e parë të lirimit, atë të gjuhës shqipe. Kanë qenë 641 nxënës të klasave të nënta, pjesë e zyrës vendore të arsimit parauniversitar Korç Pustec, të cilët prej orës 10 deri më 12:30 kanë testuar njohuritë e tyre në gjuhë. Ata janë shpërndarë në 9 qendra provimi me 70 administratorë, të cilët kanë kryer mbarvajtjen e provimit. Sipas disa nxënësve, teza përmbante ushtrime të lehta, por edhe mesatare dhe të vështira. I lehtë ishte. Çfarë kishte më të vështirë? Po pjesën e fundit që të shkruajmë një ese që kishim. Ishin pyetje që i kishit bërë gjatë vitit? Po, s'ishte shumë i vështirë. Kishte pyetje që i dinim, i kishim bërë gjatë vitit edhe Si dole ti? mirë, besoj se do marrë një notë të mirë. Jem shumë mirë pas provimit, do më thënë mendoj se kam dalë shumë mirë, i bëra të gjitha ushtrimet dhe shpresoj tani sa më mirë. Ishte i vështirë? Jo, nuk ishte i vështirë, i bëra të gjitha si thash dhe shpresoj më të mirën tani. Provimi ishte shumë i thjeshtë, u kënaqëm shumë, dolëm me sukses. Nuk ishte pyetje të vështira. Jo, as pak. Çdo gjë ishte shumë e thjeshtë. Provimet e lirimit për nxënësit e klasave të nënta do të vijojnë me provimin e matematikës më 25 qershor dhe do të përmbyllen me provimin e gjuhës së huaj më 30 qershor.